këta të cilët të parët ranë në fushën e betejës në vetë mbrojtje, edhe unë mbështes me gjithë shoqatën e veteranëve të luftës të plagosurit të lirisë njëkohësisht edhe familjet e dëshmorëve që i kemi nën për kujdesin tonë, me 2 medalje të 2 dëshmorët e dheut që ranë për herë të parë në këtë datë, në këtë vend, pas asaj rrëmuje të madhe të 26 marsit dhe prillit që vazhdoi, kur e gjithë Jugoslavia ishte kundër jush, kundër nesh, kundër qendrës shqiptare, dhe u vërsurën ndaj 2 të rinjve në Sejri dhe Aslanit në mënyrën më barbare. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar antarë të familjeve, edhe Pireva, edhe Mehmet Rizit, edhe të tjerëve të cilët janë këtu në gjithë hapësirën shqiptare sot që kujtojnë djemët më të devotshëm të asaj kohe, kur hapën krahërorët e tyre si në kohën e Mitës Kolit, apo si kur trimat që ishën Bojëkushit të tjerë në hapësirën shqiptare, dhe dhanë shembullin se si mbrojt atë dheu përballë një ushtërie e cila ishte e financuar me 71% për ushtërinë, jo për të tjera, vetëm për këtë Kosovë, këtë Dardani. Unë e kam pasur fatin, po dhe fatkeqësinë, që në ato raste, këtu më 25 të marsit, kam qenë student në shkallën e 3 me Avni Deharin dhe Emin Kavashin, dhe kemi diskutuar se si do të shkoj puna e studentëve në këtë rrëmuje të mëdhaja. Fëmia Gani ka thënë se doni ju përgatitni 50.000 veta të dilni përballë Jugosllavisë. Ne thamë nëse do të edhe 100.000 veta, por nuk do të ketë më Jugoslavinë mesin tonë. Atë ta di shti, ta dinë edhe të tjerët. Ne kemi dhimbjen shumë të madhe për këta 2 dhe shumë djemë të tjerë që na shkuan. Por dhimbja më e madhe për ne është që ata disa nga ata nuk kanë trashëgimtar. Por trashëgimtarët janë ata të cilët e vazhdojnë luftën e tyre për liri, pavarësi, për drejtësi dhe njëkohësisht për bashkim kombëtar. Por duhet ta sqaroj se për 2 faktorë këta djemë ranë këtu. Një ishte atë dashuria që e kanë dashur ata deri në Saran, edhe në ushqinën në hapësirën shqiptare, e dyta ishte domosdoshmëria për të vetë mbrojtur, si që të rrugdalje. Si njëri tjetri zgjodhen rrugën e betimit të madh, vdesin për liri. Rrugën e madhe, liri a vdekje, janë të pabaraspartë në hapësirën shqiptare, këta 2 djemë dhe gjithë ata që i banë atë histori të lavdishmit të asaj kohe. Kam të drejtën të them se nga ana intelektuale ma pak kishin për krahje, sepse në atë kohë ata që kishin shkruar disa libra me radhë, thanë jo, ndani revolucionin, shkojmë me evolucionin. Po ku mund të ndarish një bishën me evolucionin, kur është revolucioni? Dhe revolucioni dha shembullin e parë në këtë vend, në gjithë hapësirën shqiptare dhe në Jugosllavi. Po e dha dhe një shembull të mirë Shqipërisë, se vetë Recep Malaj u betua për këtë, vetë Rafi Halili u betua për këtë, grupi revolucionar u betua për këtë, dhe po mos kishte ndodhur kjo, që janë shumë e vëmshme që shkoj deri në gjenocid, këtu ne nuk do të ishim. Këtu do të ishin slavët. Prandaj, nëse duam ta dim vlerën e madhe të këtyre djemve, të vajzave, se pas këtyre ishte edhe i fëtja që me gurë e dru unë mbrojt ajo, po edhe në vazhdim, po edhe ma shumë se në vazhdim, afrim më bazi, po edhe të tjerët të shkohen deri në qetën e Llapit edhe në radhë. Prandaj,
unë për vete mund të qetësohem pak, sepse këtu ka filluar historia e re e cila mbeti përgjysëm me autonominë e Kosovës. Vetë këta prindër që ishën, mësues, të burgosur, nuk u pajtuan me autonominë. Një ndër këta është vetë këtu prezenti ytë Mehmeti, dhe e bashtuan me grupin revolucionar, vetë disuan masë se s'ka tjetër rrugdalje përveç se të bëjmë ne e mburoj, kur një kohë, në atë kohë, në hapësirën shqiptare, mendoj se mjafton autonomia, dhe kjo shkoj deri te afrim zhjetia e Fari Fazliu, të cilit ranë në këtë rafsh, duke mbrojtur pra pavarësinë e ardhshme të Kosovës, vazhdimisht duke bërë teren për ne e për të gjithë ju, që me gjakun e lirisë, të derdhës dhe lumin, të mblidhemi njerë në vendlindjen tonë, timen, mandej në Prishtinë të Bashkëshorët, mandej në Zvicër, që ne të bëjmë pra të themelojmë ushtrinë shkrimtare të Kosovës dhe dy të tjera që erdhin me radhë. Por këtu në këtë pikë, ju lutëm shumë, mos bate veçantë kjo punë një individa dy të dalin. Kjo ushtri është të gjithëve, është e Kosovës, e gjitha viseve, është e Dedanis, dhe ne nëse kemi bërë diçka ma shumë jashtë vendit, që jemi faktori i dytë, pas faktorit kom, dhe ndërkombëtarët janë faktori i tretë, kjo do të thotë se ne kemi pas kushte më të mira për të lëvizur dhe për të bërë ata që e bëm tre emblemat, por që gjithë tre emblemat e kanë nga gjaku që ja derdhë për lirinë në këtë vend. Lufta është bë një dhe nuk ka të dytë. Mos bën provokime të tilla se duhet sot, duhet nesër, të merrem me vesh me Serbinë, merrem me vesh me Jugosllavinë. Është bërë fund. Kush don le të provojë të ta gjejë belan, sepse tash jemi në një shkallë më të lartë. Kemi ushtrinë tonë këtu, kemi ushtrinë në Shqipëri, kemi gjithë viset tona në kamp për t'i mbrojtë gjitha këto. Por që duhet ta di një herë e përgjithmonë, se nuk shkojmë ma ta humbim edhe një gisht për qefin e dikujt. Sot jemi të vorë këtu që të nderohen dy prej demonstruesve më eminent të 2 prillit 1981 në demonstratën më të madhe, më masive që u mbajtë deri në atë kohë. Filluan do të demonstratat me 11 mars, vazhduan me 26 mars, ku në të njëjtën ditë edhe burgosën shumë, një prej tyre ishte më i veçantë Ali Laqi, me 2 prill ku doli para masës me fjalën karakteristike dhe shumë të guximshme, me ftesën për liri të popullit shqiptar, Hidayet Fisedi. Këta demonstrues ishin bashkë demonstrues me shumë gjenerata, si që përmend këtu të shkollave të mesme, të fakulteteve, klasa punëtore, nga jo vetëm Prishtina, por nga gjithë Kosova, dhe u tërbua politika jugoslave në krye të së cilës qëndronte kryesia RSF-s, përgjegjëse për të gjitha krimet bashkë me Komitetin Qendror të Lidhjes Komuniste Jugoslave. Fashizmi dhe racizmi pikërisht ishte te ta, ndërsa populli shqiptar luftonte, kërkonte rrugën e lirisë. Prandaj, këta demonstrues dhe masa e demonstruesve që ishin në këtë vend, i tërboi pushtuesit dhe i goditën, të cilët i vran edhe Naser Hajrizin, edhe Aslan Bireva. Prandaj, ne me përkushtim të madh i nderojmë, jo vetëm këta dhe shokët e tyre të cilët u vrajtën në të njëjtën ditë, do të thotë dhe të nesërmen e mbrapa dhe në Ferizaj, gjithsej 9 demonstrues, bilanci i tyre ishte 1981. Por rruga e lirisë nuk do të ndalet deri në themelimin edhe kushtrimin e forcave të reja të cilave u printe Recep Mala, Kadri Osmani dhe shumë tjerë deri në themelimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj
lavdi ju qoftë vetes dhe jetës Naser Hajrizit e Aslan Pirevës. Respekt edhe për juve këtu që jeti. Në përkujtim të historisë sonë të lavdishme, vendin më meritor e zënë dëshmorët, sepse ata dhanë gjithçka nga vetja e tyre, duke mos kursyer as jetën. Dashuria ndaj vëllait motet në sakrificën për të. Dhe në emër të kësaj dashurie, ata bën sakrificën sublime. Ata u brumosën dhe u shqyrën në ndjenjen patriotike, duke formuar karakterin luftarak të shërimtarit. Ata mëshironin shpirtin kryenkretës të përcjell nga breza të shumë të traditës së lëvizjes kombëtare shqiptare. Dëshmorët e dinin se rruga drejt lirisë ishte e vështirë dhe me plot sakrifica, por ishin të mbindur në përfundimin gallëmtar të saj. Të vetëshëm për flijimin që kërkon tatari i lirisë, ata pranuan vdekjen, që të jetonte atë vëjo i tyre i shtrenjtë dhe i lirë. Dëshmorët tanë me rënien e tyre ndryshuan rrugën e lavdishme të historisë, për brezat vijues të luftarëve shkrimtarë. Gjaku i tyre u bë kushtrim lirie në betejë dhe drita e vëjve të shliruar. Në vargun e shumë dëshmorëve të kombit, janë skalitur edhe emrat e dy dëshmorëve të cilët po e kujtojmë sot. Aslan Pireva dhe Naser Hajrizi, të cilat ku e njohë, ideali i bashkoi dhe as vdekja nuk i ndohu. Ishin të rinj në moshë, por të pjekur në kaosë për zhvillim dhe me veprën të rënien e tyre, ata zgjodhen rrugën e lavdisë, duke bërë lëmkuqe e para të lirisë së pranverës së madhe shqiptare. Lavdisë gjithë dëshmorëve të kombit, ju falenderoj.